jam person i ndjesh. Unë jetoj, edhe tani unë kam ndjesi me ty. Edhe tani unë kam ndjesi me ty. Se ti s'ke ndjesi me mu? A ke ndjesi ti me mu? Apo je vetëm, ke ndjesi, do me thënë, unë të transmetoj diçka, të më transmeton mu diçka. Ndjesia nuk është e lidhme me dashurin. Nuk është detyrimisht një dashuri. Unë kam ndjesi të rrit tani me ty, sepse ndjem mirë të flas me ty. Po unë t'jap informacione që du unë me të bëjmë ty. Sepse unë e di që a je në gradë ti me bo. O, bo, ti? Ka bërë Tiranë fare mua juve. Unë të kam thënë, jo, unë të kam thënë. Po, mbi vlerëson të që? Jo, nuk të mbi vlerësoj, është fakt që ti e një djallë shumë i zgjuar edhe bën lojën tënde. Unë s'jam dakord me lojën që bën fare, nuk më pëlqen fare loja që bën. Zero. Por nuk kjo s'ka të bëj. Unë i vlerësoj shumë njerëzit e zgjuar. I janë një gjotë si kam qef flas me njerëzit e zgjuar. Më pëlqen shumë të flas me njerëzit e zgjuar. Si dukesh nga që jene të këtë ndjesit? Qa me ndonë ti, Kristi, për mu? Qa me ndonë ti për mu? Unë mendoj që shumë... Di qa frejke kam për ty? Se ndoshta krijon ato ndjesit... E gabuara? Jo, që dhe ndërko pastaj mund të përdoresh për të arritur deri diku, po ndërko ti bëhesh pjesë e saj. Këtë mendoj. Unë besoj që kush do të tentoje këtu me përdor mu, ka për ta psu keq. Mua i deri nuk më duket i vërtet. Më Kush? duket i pa fytyrë. Kush? Më duket ti pa Mateo? besë. Mos më njohës. Po. Komplet me gjitha hapat që ai ka bërë nga fillimi deri këtu. Deri në prime që ka lërë. Ti mendon se ashtu është? Njeri që përdis të hap një të dhënë tjetër, të jap një informacion tjetër, për të mbajtur gjallë këtë marrëdhënie që e solli, bën të pabesë në marrëdhënie me anë goce. Përdor mu për të përquar mesazhe, asaj i thotë mos i beso. Unë shkoj, se kam dash me i bë bashkë. Po. Kam dash me i bë bashkë. Po. E dite, ma ke thënë. Po. Dhe ai shkon dhe i thotë mos i beso. Unë shkoj për t'i bërë bashkë, për t'i sqaruar ande, po këtej për t'i para... Ja thash dhe Ledionit, për t'i para prime-it, për t'i para kësaj gjë që ti po bën tani. Po të kishin një sqarim me veten e tyre, të kishin një sqarim bashkë, të dinin çfarë flisnin, ku ishte gjëja. Dhe ai thotë po nxjerr mua pa besu shumë për Brigenën. E i thotë asaj mos i beso, dhe që s'më beson mua, dhe 2 herë del prap gabim se ato gjëra që më kishte thënë mua, më kishte thënë, pavarësisht se asaj ja mohonte. E bënte të pa aft për të luajtur vetëm. Për të luajtur vetëm. Mbase.